Pasi ne dim që kjo ka qenë taktikë e ndjekur dhe më parë. Për të eskaluar konfliktin janë ndërmarrë iniciativa sabotazhi, iniciativa sulmi për të futur shtetet të tjera në lojë. Edhe për të hapur konfliktin më të gjerë. Pasi ne dim që sot Irani ka treguar atë që ne mund ta quajmë një forcë surprizuese dhe një rezistencë surprizuese kundrejt SBA-s izraelit dhe njëkohësisht ka treguar se është i aftë të shkaktojë dëme jo vetëm materiale, po dhe militare dhe në jetë ushtarësh. Amerika deri tani ka humbur diku te 6 ushtarë amerikanë në 18 të plagosur, pa përmendur siç e thash dëmet me miliarda dollar të infrastrukturës ushtarake. Ne i ta gjë ka ndodhur me Izraelin me bombardimet dhe me infrastrukturore dhe viktimat që ka pasur civil nga bombardimet në Tel Aviv dhe në qytete të tjera. Kështu që unë do të isha skeptik që ne ta quajmë këtë një tentativë eskalimi, me thënë faktike, është shqetësuese, por është e qëllimshme, më shumë se sa një tentativë e Iranit për ta hapur luftën në gjithë Mezeun, në gjithë gadishmën arabike të tjerë. Pasi siç e dim, Irani ka bërë qartë që sulmet do të jenë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Dhe sigurisht bazave ushtarake, faciliteteve ushtarake, jo kundër vendeve të tjera. Nëse vendet arabe do ta suportojnë në çdo lloj mënyre ushtarakisht flasim, jo nga bazat ushtarake, thjesht ushtarakisht Amerikën dhe Izraelin, atëherë edhe ato do të jenë objekte të bombardimeve. Siç ata kanë treguar që janë të aftë të bëjnë bombardime në Dubai, në aeroportet e Kuvajtit, Abu Dhabit të tjerë. Kështu që E qartë, nga ana tjetër, pse Irani po godet objektivat amerikane dhe izraelite njëkohësisht, Elianos, dhe është kjo strategji ndoshta për të zgjeruar luftën? Një strategji për të zgjeruar luftën, kjo nuk mund të quhet në baza praktike, pasi nëse ti je i rrethuar me baza ushtarake të vendeve që të cilat ty të kërcënojnë gjatë gjithë kohës, të vendeve të cilat të ka bombarduar gjatë gjithë kohës, të cilat ushtrojnë presion ushtarak ndaj teje gjatë gjithë kohës, sigurisht që është e logjikshme që qeveria iraniane ka për të targetuar edhe për të sulmuar bazat ushtarake të vendeve armike, me cilat ajo është aktualisht në luftë. Pasi siç e tham, Amerika ka deklaruar luftë të hapur dhe Izraeli kundër Iranit me qëllim për një ndryshim regjimi dhe për ta kthyer Iranin në një lloj prototipi të Irakut, një shtet kukull të amerikanëve dhe izraelitëve. Tu nuk ka të bëjë as pak retorika të cilën njerëzit e quajnë anti-amerikane ose anti-izraelite të tjerë. Tu ka të bëjë fakti se Izraeli historikisht ka bërë provokime kundrejt Iranit. Siç e dim, lindja e mesme sot është kthyer në kaos totalisht prej Izraelit. Iraku kaloi në luftë dhe pushtim, Siria kaloi në luftë civile, Jemeni është akoma në luftë civile, Sudani sot është i ndarë në 2 shtete luftë civile, Libia në luftë civile të tjerë. Pra, siç e shikojmë, Libani kohësisht në luftë civile dhe i bombarduar së fundi sërish nga Izraeli. Pra, sigurisht që kjo tentativë sulmi, eskalimi, targetimi të bazave ushtarake amerikane dhe izraelite është diçka e logjikshme. Nga ana dhe diçka me thënë që nuk besoj që ka nevojë për një dije të madhe për ta kuptuar, nëse ti je rrethuar nga vende që cilat gjithçka e tu i kanë kthyer në gërmadha, gjithçka e tu i kanë çuar luftë civile, gjithçka e tu i kanë shkatruar totalisht dhe i kanë rënuar ekonomikisht, sigurisht kjo është gjë më bazike. E para, e dyta, bazat ushtarake amerikane dhe izraelite janë përdorur shpesh, siç e përmenda, për bombardimet që janë bërë Iranit. Dhe Irani nuk ishte ndërmend për ta eskaluar situatën në këtë farë pike. Siç e përmenda edhe më parë, bisedimet, siç e kemi përmendur së bashku në emisionet e kaluara, bisedimet po vazhdonin shumë mirë në Gjenev. Madje amerikanët dhe iranianët thanë që ishin produktive, pozitive, po jepnin shumë fryte të tjerë dhe po arriej një marrëveshje. Ishte gati për të thënë një marrëveshje. Dhe presidenti Trump e përmendi që po bëi gati për një marrëveshje të madhe, do ishte gjetur një gjuhë e përbashkët mirëkuptimi.
Dhe ne shikojmë që sa po ndodhin këto deklarata, sa po ndodhin që gjë po vëni mirë dhe gjithë kishin filluar të kishin shpresë që gjëja mund të mos eskalonte, ne kemi sulmet izraelite dhe më pas ndyrën amerikane, të cilët e kanë kthyer proceset e bisedimeve në Gjenevë në një farë thjesht maske për të fituar kohë dhe për të përgatitur për të eskaluar situatën në atë pikë që ne kemi sot, pra për të filluar sulmimet. Kështu që më shumë se një sulm thjesht sepse Irani po sulmon. Unë do ta shikoja se kjo është një përgjigje e ashpër e Iranit për aktin ne mund ta quajmë me plot gojë të pabes të amerikanëve që i goditën mbas shpine. Ndonse ata po u jepnin dorën në Gjenevë, nesër i filluan të bombardonin, ne ikosisht për të u hakmar për atë çfarë ndodhi, vrasjen e liderit të tyre, e cila është vrasje politike kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, duhet përmendur, kundrejt çdo ligji ndërkombëtar, pavarësisht se ne mund të themi Khamenei përdori dhunën kundër protestuesve të tij, shteti i Iranit është shtet teokratik, është shtet sovran i njohur në Kombet e Bashkuara dhe sigurisht me plot të drejtë për të përfaqësuar atë mënyrë që ata zgjedhin të përfaqësojnë. Nëse ata nuk kërcojnë të tjerë, sigurisht. Qartë, nga ana tjetër, Elianos, një tjetër moment i cili ka ngritur tensioni ishte dhe incidenti me raketën pranë bazës së NATO-s në Turqi. Mendon se mund të përfshihet ndoshta Turqia në këtë konflikt pas incidentit që ndodhi ditën e djeshme? Incidenti në bazën e NATO-s në Turqi, në bazë të pakta raportimeve turke dhe të deklaratës së presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, është lënë në mënyrë, le të themi, praktike, është lënë në heshtje, është në fillim me sa u raportua u mohua, më pas doli që kishte ndodhur vërtet, por që qeveria turke dhe ushtria turke nuk ka pasur një deklaratë të ashpër, dënuese ose për të akuzuar dikë deri më tani të paktën. Turqia ndosë ka dënuar jashtëzakonisht ashpër atë çfarë Izraeli ka bërë dhe fillimin e sulmeve izraelito-amerikane kundër Iranit, ka mbajtur një, le të themi, qëndrim krejt neutral deri më tani, një qëndrim fort të moderuar, ndoshta dhe praktik nëse mund ta quajmë, të cilët kanë gjithashtu kritikuar eskalimin e situatës në lindjen e mesme dhe kanë theksuar që sa më shumë që kjo luftë vazhdon, sa më shumë që këto bombardime, armiqësi dhe politikë jo logjike po emocionale, pra tani ndjenjat e kanë marrë revansh, nuk e kanë marrë më logjika. Lindja e mesme do të kthehet në një rreth zjarri i cili do ta përpitë të gjithëve. Dhe deri më tani të paktën, Turqia zyrtarisht ka ndaluar amerikanët të përdorin bazat ushtarake dhe bazën e përmendur për bombardime ose sulme ushtarake kundrejt Iranit, gjë e cila ka ngritur sërish, siç e thash, teoritë ose anës skeptike që vetëm pasi ata refuzuan që bazat të përdorej, ashtu si Spanja, ndodhen bombardimet me dron. Kështu që sërish shumë kritik turk edhe analistë kanë thënë që ndoshta edhe ky është një tjetër provokim nga ana e Izraelit për ta futur dhe gjithashtu Turqinë në lojë dhe për ta futur atë në luftë edhe për të aktivizuar sistemet e mbrojtjes së NATO-s e të tjerë. Që edhe NATO të përfshihet, siç e thatë edhe ju, dhe për ta eskaluar këtë situatën. Po pavarësisht kësaj, Turqia ka mbajtur deri më tani, siç e thash, qëndrim neutral, e kanë dënuar eskalimin edhe sulmin amerikano-izraelit, por nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë që të hyjnë në konflikt ose të lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre ushtarake, ajrore, detare ose bazave të NATO-s për sulme kundër Republikës Islamike të Iranit. Qartë. Mirë, Elianos, për ta mbyllur, sepse jemi në fund, ndërkaq përkundër gjithë përshkallëzimi ushtarak, shumë vende po bëjnë thirrje për ulje të tensioneve, por sigurisht edhe rikthimin në diplomaci. Por me sulme që vazhdojnë çdo ditë, ndoshta shumë kush dyshon nëse do të ketë ende për hapësirë për negociata apo për diplomaci. Ti si e sheh, Elciano, ka ende hapësirë për ndonjë marrëveshje mes të dyja vendeve apo spirali i luftës është jashtë kontrollit tashmë? Atëherë, duhet theksuar fakti që iranianët e kanë mbyllur derën e bisedimeve. Pasi siç e përmendëm më parë,
Bisedimet po vazhdonin shumë mirë, produktive, u deklarua shumë shpesh